Më kujtohet kur ishte Covid-i, mos gabohem, ose po diku në atë fazë, isha përmet tek një nga këto të rejat që janë bërë, ka ideali që... Harbri. Edhe duke dalë aty, shohim Varmullën, një nga pas shoqe që në liceun artistik shumë vite përpara, tani më ikën vitet, edhe nuk e harroj. S'kisha qenë. Si ka mundësi? Ishte komplet e maniur, sepse përmendi e para herë është i bukur vetë. Por rinjtja urbane i dha atë që i mungonte një tjetër trampolin. Për sjell njerëz, ndryshe se thoshin fasadat, zbukurimet, sipërfaqe. Idiot, komplet. I dha rrug. Nga Lekli deri në Përmet. Që ishte një tmerr i vërtet ta bëja atë rrugë. I dha ujë. Ne ishim pa ujë. Uji në Përmet vinte në orën 6 në mëngjes deri në orën 7. Përmeti plot me ujë buqisin burimet dhe nuk ishim ujë. Ndërsa sot Përmeti ka 24 orë ujë. Dhe aty nisi, ishte 2017 që ju dha. Tani hëngre fare tani. Di çdo të bëjnë tani në komente apo jo? Unë nuk kam thënë me mua. O patronazhist, o i leken, o qembirqen, o mashtrus. Po si u bëri si veten ky? Po si ka mundësi? Po jeni të gjithë hajdut, po jeni të gjithë legena, po jeni të gjithë gënjeshtar, po jeni të gjithë shpifsa, po ja tani vetëm di pse? Se the Përmendi ka 24 orë ujë. Po, është fakt. Po unë di që është fakt. Po shtu desh që e the këtë se këtu e hëngre tani.